Allah ju shpërbleft, hoxhë nderuar, lexojmë pyetjen e dytë me radhë. Një teleshikues ju pyet kështu. Thot, kam dëgjuar në një hadith në të cilin thuhet se kush fal gjatë ditës 12 rekate vullnetarisht, kuptohet përveç farzeve, Allahu thot ja ndërton atij një shtëpi në xhennet. Po, ekziston hadithi i këtill, në cilin thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, men salla fil yawmi wal laylati 12 rak'atan bana Allahu lahu baytan fil janna. Ai i cili i fal 12 rekate gjatë ditës dhe natës, Allah do t'ja ndërtoj atij një shtëpi në xhennet. Bëhet fjalë për cilat namaze? Këto namaze, do të thotë këto 12 rekat bëhet fjalë sipas mendimit më të saktë të dietarëve për ato që ne i quajmë sunetet e kohëve të namazit. Që janë, nëse i ndajmë, janë 2 rekat sunetet e sabahut, 4 rekat sunetet para farzit të drekës, 2 rekat pas farzit të drekës, u bën 8. 2 rekat pas farzit të akşamit 10 dhe 2 rekat pas farzit të yacis, këto janë 12 që quhen sunetet e rregullta, sunetet përcjellëse të namazeve, të kohëve respektivisht të farzeve të namazeve. Dhe njeriu i cili do të thotë don ta arrijë këtë shpërblim, është mirë që në kushte normale të mos i lëj pa fal këto 12 rekat. Dhe i ktill është ai person i cili është në kushte normale, nuk ka ndonjë gjendje të jashtëzakonshme, nuk ka ndonjë smundje të rëndë, nuk është në udhtim, dhe ai do të thotë e fal namazin në këtë formë, gjithnjë duke e patur parasysh se këto 12 rekat nuk janë obligim. Që do të thotë se nëse nuk i falim, nuk kemi përgjegjësi, por nëse i falim fitojmë shpërblim të madh. Kështu që nëse nuk i falim, kemi lënë pa siguru për veten një shpërblim shumë të madh që gjithsesi simbolizon humbje. Përndryshe, nëse njeriu i fal në kushte normale këto, atëherë vjen shprehje që kur të udhtoj ose kur të jetë i smur ose kështu me radhë, në pamundësi të faljes së tyre, atij i shkon shpërblimi sikur ti ketë fal, për shkak se ekziston hadithi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam i cili thotë: "Idha marida al-'abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana ya'malu muqiman sahiha." Kur të sëmurët njeriu ose kur të udhtoj, vazhdojnë të shkruhen veprat sikur se ka vepruar kur ka qenë i shëndosh dhe në vendin e vet. Do të thotë duke qenë i shëndosh dhe duke qenë në vend i ka fal sunetet e namazeve, kur të udhtoj nuk i fal ato, nga se kësaj ka vepruar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Por atij vazhdojnë të shkojnë shpërblimet sikur ti ketë falur ato. Kjo është mirësia e madhe e pakufishme e Allahut fuqiplot, i cili kërkon prej neve vepra jo të rënda, jo të vështira, po megjithatë për to ofron shpërblim të madh. Urojmë që të jemi prej atyre që vërtet do të shpërblehemi. Vallë Allahu